Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allah o Zot, nuk kemi dije përveç asaj dije që Ti na ke dhuruar, Ti je i gjithdituri dhe Ti je i urti. O Allah o Zot, na mëso atë që na bën dobi e na bëj dobi me atë që na mëson, e na bëj o Zot i madh për njerëzve të ditur dhe veprues me dijen e tyre. O Allah o Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim argument dhe dije dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit, e mos e bëj o Zot argument dëshmi kundra në ditën e Kiametit. O Allah o Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim ndërmjetësim për ne atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, përveç se kush vjen përpara Zotit me zemër të shëndetshme, me vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Pa humbur kohë inshallah taala, po fillojmë me pyetjet të cilat i kemi të ardhura dhe të rezervuara. Thot, bismillah, pra pyetja e parë, jetoj në një shtëpi me një vëlla nga Maqedonia dhe të dy falemi, mirë po ai se di, diçka më bën përshtypje. Thot, gjithmonë kur gatuan, të nxjerrës vendosi kapakun, sepse hyn xhindet dhe hajnë aty. Çfarë thot ky vëlla? Po edhe këtë e dëgjuam pra. S'ka argument për një gjë të tillë. S'ka lidhje fare. Me kapak, pa kapak, s'ka lidhje fare. E çuditshme. Kjo ishte e fortë. A mund të mbahen 2 Kur'ane në shtëpi? 2, 3, 4, 5. Çdo antar i familjes të ketë Kur'anin e vet. S'ka lidhje kjo. Fetarisht s'ka problem. Si veprohet me namazin në rastin e një gruaje 51 vjeçare që është në fillim menopauze dhe ka çrregullim? Sepse siç e dini, pra mund të vinë disa herë në muaj menstruacionet. Në këto raste veprohet në bazë të prezencës së cilësive, që do thotë sa herë ndodh që ka, do të thonë, menstruacionet me cilësitë e tyre, pra me siç janë ato, ndërpritet namazi, ndërpritet agjërimi. Edhe pse mund të jetë kjo 2-3 herë në muaj, siç mund ndodhi pra në rastet e kur është para ndërprerjes, pra në rastin e menopauzës. Për një person i cili nuk agjeron dot Ramazanin, na kanë thënë mund ushqej një të varfër për 30 ditë. Varet se përse nuk agjeron Ramazanin. Nëse nuk agjeron Ramazanin, se është i sëmurë me një sëmundje që nuk ka shpresë të agjerojë më vonë, po. Ama nëse nuk agjeron Ramazanin, se s'do të prishi dietën, nuk agjeron Ramazanin se s'do të bjerë nga pesha, nuk agjeron Ramazanin se ka ca punë dhe s'do të ketë ngarkesë, nuk do të lodhet, nuk do kështu, pra arsye të cilat nuk qëndrojnë fetarisht, ky njeri nuk mund të ushqej person të varfër për 30 ditë, as për 300 ditë, as për 3000 ditë. Babai ka pas qëllim një jetë të shkojë për haxh këtë vit, mirë po Zoti ja mori shpirtin përpara haxhit. A mund dërgoj për dikë për të në vend të babës, se dikush më tha që mund të çojmë për të bedel. Po, mund të çohet dikush në vend babës, pra, ose nga familja, nëse e ka bërë dikush për jush haxhin, ta bëj haxhin për babën, ose me gjetë dikë i cili, më thonë, merr përsipër të bëj atij haxhin.
Pa ta bizeduar thot me një vajzë të më pa të dërguar dhe foto dhe unë fillova të ta merre seriozisht thot situatën dhe të ndjenja shumë për të. Më vonë thot do ta shkëpusim sepse unë desha vetëm të jemi shok bashk. Ç'është kjo shoqënia burrë dhe unë? Ç'është kjo shoqëni? Se ekziston në Islam kjo lloj gjëje. Ne po themi Zoti thot në Kur'an ulni shikimin. Ne po themi Zoti thot në Kur'an ose pejgamberi Islam thot mos u veço me i femër etj, kurse këto thonë hym bisedime ose thot jo u bë shok. Çfarë ligji është ky që lejon të lidhet një mashkull me një femër? Subhanallah. E kam djalin në Hastret, a bën me ashpu veshin dhe me ngjit një vath me gur të kaltër? Jo, nuk bën fetarisht me Islam, nuk lejohet një gjë e tillë. A ka problem që unë kur falem nga që jam fillestar, nuk i them fjalët ndoshta ashtu siç duhet? S'ka problem, bash inshallah, i mëson. A bën me një tesbi, pra bën me bërë dhikr tesbi, nëse je duke kthyer televizionin ose telefonin. Allahu thot në Kur'an, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. S'ka robi dy zemra. O do të lexoj Kur'an, ose do të bëj dhikr, o do të shohë televizor, nuk. Është shumë e vështirë me i bë të dyja njëkohësisht. Mund të jetë një moment, për shembull, okay, shef diçka, okay, po jo shif televizor, po dhikr. Ka diçka që s'shkon. Cili është gjykimi për këtë faqen? Shifa e kap tamam. Kjo faqja është rituale, thot dhe parashikime. Normalisht që këtu flitet edhe me gjuhë fetare, edhe me ajetet e rukje, muhabete kështu, po edhe parashikime. Në momentin që është fjala parashikim, X muhabetit, sepse bie ndesh me Islamin. Islami thot, të ardhmen, atë që do të ndodhi në të ardhmen, është sekret i Zotit. Kushdo që e pretendon për krijesave, është fut në garë me Zotin, e kush futet në garë me Zotin, është i pa fe. Kush futet në garë me Zotin, është i pa fe. Kështu që larg kësaj faqe, me që është bërë pyetja për këtë faqe. Rituale dhe parashikime është faqe jo besimtarësh, edhe pse aty ka ngjyrime islamike brenda. Ka ndodhur një dështim 5 muajsh, por doktorat më thonë nëse do më lënë bebin, pra foshnjën, për analiza këtu, që të kuptojmë se përse ka ardhur aborti. E më pas nuk mundesh me e marrë me fëmin për ta varrosur. Jo, nuk lejo. Le t'i bëhet një, çfarë quhet kjo, analizë, ose çfarë quhet që i merret biopsi. Edhe kaq, fëmia duhet merret që të bëhen me të procedurat, jo të bëhet fëmia objekt, si më thon, mësimi për mjekësinë. Jo, në Islam nuk lejohet. Le t'i bëhet një biopsi edhe me kaq mbyllet kapitulli i mjekësisë.
Edhe jo që të lihet fëmia atje dhe ato ta përdorin për vëmje provzash. Në Islam nuk lejohet. Sepse është mbi 5 muajsh, pra në Islam 4 muaj e lartë fryhet shpirti dhe është tamam si i shenjtë, si njeriu. Në këtu bëhet fjalë për abortin, si më thënë nga Zoti, se aborti vetë nuk lejohet, pra me bën njeriu me dëshirë abortin nuk lejohet përveç në situata dhe rrethana të specifikuara. Një djalë musliman më ka kërkuar dorën, mirë pa ai nuk është se është i rregullt me namazin. Për sa i përket xhumas është i rregullt, ndërsa me 5 vaktet akoma. Ai ka thënë se dëshiron një vajzë me 5 vakte që ai të jetë i rregullt me 5 vaktet. Allahu alem, Zoti din më së miri. Inshallah mund bëhet sebeb. Inshallah bëhet sebeb që të uzohet. Inshallah bëhet sebeb që të uzohet. Zoti din më së miri. Nuk e di të jap fatva për këtë çështje. Pa i le ta filloj tani 5 vaktin, s'ka pse të presi martesën me këtë gocë. Ta filloj 5 vakt, goca ti thot po dakord, në parim, kur ti jesh i rregullt me 5 vaktet, bëjmë nikahun. Se s'është kjo punë që po mirë, sepse nuk luhet me këto gjëra. Nuk luhet me këto gjëra. Kështu që këshilla ime do ishte, me që ky dëshiron të jetë 5 vaktli, le ta vërtetoj tani, me që vajza ka thënë dakord në parim, le ta vërtetoj që ky me të vërtet është për 5 vakte, edhe goca pastaj të vazhdoj me të. Thot, pyetja e radhës, jam martuar dhe kam fëmijë, familja e burrit më ka bërë shumë padrejtësi dhe të këqija sa që deshin të ndajnë dhe me burrin, por nuk e kanë arritur qëllimit për të na ndarë. Tani ata po kërkojnë që ne t'u japim fëmijët t'i shohin. A kam të drejtë unë mos t'i lejoj që ata t'i shohin fëmijët? Jo, nuk ketë drejtë. Është bashkëshorti, ai i cili, më thonë, ka përgjegjësinë dhe amanetin për këtë punë. Kështu që nuk të lejohet, nuk të lejohet që të bëhesh ti pengesë, nuk të lejohet që të bëhesh ti pengesë, kanë të drejtën ata pavarësisht se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, në të shkuarën, është bashkëshorti yt ai i cili ka përgjegjësinë dhe barrën për këtë punë, kështu që nuk duhet bëhesh pengesë, nuk duhet bëhesh pengesë. Ti mund të mos i takosh ata vetë, pra mund të marrësh një qëndrim, mos i takosh ata vetë, po jo që t'i ndalosh fëmijët nga gjyshi dhe gjyshja, pse ata janë sjell kështu. E para dhe e dyta, duhet me pas parasysh që në Islam ne themi që njeriu duhet fali. Hajër inshallah, çfarë ka ndodhur, çfarë ka kalu. Zoti i udhëzoft, Allahu i fal. Inshallah dha ta reflektojnë, njeriu është i dobët, më mirë të falim, në të hedhim mas shpine çfarë ka ndodhur. Kurbanin e bërëm në niyet të pastër për hir të Allahut në kohën e durrës sipas rregullave islame, por më pas për shkak të ruajtjes së frigorifer mishi u prish. A do thotë kjo se kurbani im nuk është pranuar? S'ka lidhje fare, hiç. Nuk ka lidhje fare. Stresi zero.
Kur linda djalin, thot kurbanin e bëm, mirë po burri e bëri për gjysmë me vllajën e vet. Ne e bëm me niyet për Zotin që lindi djali, ai e bëri për Bajram. Edhe këtu me kursymi fjalë, edhe këtu me u munu me gjetë zgjidhje. Nuk funksionon kjo gjëja. Kjo gjëja nuk funksionon. Unë e bëra niyetin për kurbanin e çunit, ai tjetër për kurban Bajram, edhe bëm një kurban 2 familje. Kjo gjëja në Islam nuk funksionon. Gjithë secili duhet bëj kurbanin e vet. Gjithë secili duhet bëj kurbanin e vet. Jo thot se tani që po vjen Bajrami tjetër, ata bëjmë prap niyetin, ora e para nuk quhet, kështu që çfarë vjen më mbrapa është kot. Thonë që kur vendos në gjumë fëmijën e sapo lindur, duhet i vendosësh afër krevatit një shishe me pak ujë. Dhe t'i vendosësh një ropë të nënas atë afër fëmijës. Nga i gjeni, më vëlla, nga i gjeni, pash Zotin e madh, nga i gjeni këto gjëra, më vëlla. Subhanallah. Për to habit për Zotin. A lejo që namazin farz të lexojmë në rekatën e parë një pjesë të ajeteve të një sure dhe në rekatën e dytë të një sure tjetër? Po, s'ka asnjë lloj problemi. Asnjë lloj problemi. Pra mund të lexosh për shembull në rekatën e parë mbas el-Fatihas një pjesë nga surja El-Bekare dhe mund të lexosh në rekatën e dytë mbas el-Fatihas një pjesë nga surja Amma Yatasaelun. S'ka lidhje fare, nuk ka problem. A është normale kjo që burri im thot du më shumë prindrit, pastaj fëmijët, pastaj ty? Po dhe ti thuj, du më shumë prindrit, fëmijët, pastaj ty. Edhe ti njësoj thuj, njësoj jam, edhe unë thuj njësoj si ti. S'ka gjë më jo, mentalitet mashkullor, meshkujt ecën me mend, me renditje. Kështu që mos u streso, stresi zero. Edhe ti thuj, burr thuj, prindrit i herë se fillim, kalamajt, pastaj ty. Njësoj si ta bon ty burri, bëhet i burrit. Pas stres. Shoqes tem i ka dek motra, pra shoqes i ka vdekur i shoqi, bashkëshorti, dhe gjatë larjes së xhenazës 2 këmbët kanë rridh gjak, pa ndërprerë. Dhe se trupi nuk është ngrirë. A është kjo normale? Punë e Zotit. S'duhet më stresu, Zoti e mëshirov, Zoti e fal, qofër xhenet live. Nuk duhet me i menu këto gjëra, po me majt mendjen aty. Qova një hoxh që thot kush nuk falet në xhami është munafik. Po ne që jemi në diasporë dhe nuk kemi xhami afër. Ati hoxhës du të me i dhoni tas lall, po t'i hidhet pak krip ati lallit, edhe ai hoxha ta pi 3 herë në ditë, një javë rresht, që t'i vinë mend. Njeriu, kur si ka kushtet, kur nuk i ka mundësit, kur e ka xhamin larg, etj, nuk e ka për obligim. Është obliguar të falet në xhami kur e ka xhamin afër, që po thirret ezani me zë nihet në shtëpinë e tij, në këtë rast obligohet që të përgjigjet. Po nëse nuk përgjigjet, është gjunaqar. Po është munafik. E po ka një hadith që në kohën thotë pejgamberit e Islam sahabët thoshin nuk prezantonte në xhami më fal me xhamat vetëm sa që ishte muhabet sahabësh o vëlla. Muhabet sahabësh, muhabet shkallë lartë shumë. Ne elhamdulillah kush agjeron Ramazanin është besimtar. Kush vjen për xhuma është mashallah. Kush fal 5 vaktet është evlia. Alhamdulillah, kështu që stresi zero. Kisha një pyetje thot për shpirtat në xhenet, si do të jenë ato në çfarë forme? Allahu na bëj për banorëve të xhenetit, e para. E dyta, nuk do të jenë shpirtrat në xhenet vetëm, po do të jenë me trup. Pra do të jemi ne, ky njeriu që është sot, po me dimensione më ideale dhe perfekte.
Kështu që në xhenet do të jetë njeriu trup shpirt, shpirt trup dhe jo vetëm shpirti. Ndërsa dimensionet e shpirtit nuk na janë treguar. Zoti thotë në Kur'an: "Yes'alunaka 'anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Të pyesin ty o Muhammed për shpirtin, thua që shpirti është prej sekreteve të Zotit dhe nuk është dhënë prej dijes vetëm se pak. Babai më shpesh bën shamat në shtëpi, fillon dhe ngren zërin pa pasur asnjë lloj arsye. Ka raste që ushtron dhe dhunë mbi mua dhe mamin dhe motrat dhe vëllezërit. Dhe unë në këto lloj rastesh edhe i flas. A më lejohet që unë t'i flas atij apo e kam haram t'i kundërvijem? Jo, lejohet t'i flasësh edhe lejohet t'i kundërvijesh. Ai pse është baba nuk do thotë se i lejohet atij dhuna dhe padrejtësia. Edhe fëmia i madh në këto raste duhet ndërhyj. Po, lejohet që fëmia në këto raste ta ndalojë babain dhe t'i thotë stop, mjaft. Sepse nuk lejohet që prindi, edhe pse është prind, të thejë dorë mbi antarët e familjes. Ura ime ka bërë haxhin, elhamdulillah. A lejohet që të rinë në ambiente familjare pa shami, përballë dhëndurve? Dhëndri është mahrem, dhëndri është prej familjes, e si pasoj lejohet që vjera të dali pa shami përpara dhëndrit. Fetarisht nuk ka asnjë lloj problemi. Kam falur namazin e acis dhe tani jam kujtuar që kisha pas mes, pra kishte mbaruar koha e mesit. Me qetësi shko tek lavamani, merr abdes prap dhe përsërite Yasin pa stres. Kam lexuar diku në një faqe që suratu Ar-Ra'd është për probleme psiqike. Ky që e ka nxjerr këtë muhabet ka probleme psiqike, kështu që mos ia vi veshin. Gjithashtu thuhet që suratu Nur është për vezveset. Edhe ky që e ka qitë të tjetrën ka vezvese dhe mos ia vër veshin fare, s'ka lidhje kjo punë me fenë e Zotit. Çfarë më këshillon për gjyshin? Më duket se është në momentet e fundit. Çfarë sure ti lexoj në këto momente apo ti vendosim një Kur'an poshtë jestikut? Kur'an poshtë jestikut jo, sepse është mungesë edukate me Kur'anin. Kur'ani nuk vjet poshtë jestikut. E para. Ndërsa për sure, çdo sure nga Kur'ani, dua, lutje, sure, mundesh Yasinin me ja lexu. Kam një problem bashkëpronësie, po si shumë të korruptuara që janë gjykatat dhe para tjetër më ka paditur padrejtësisht për të më marrë pronën. Po doja ndonjë dua, çfarë mund të them? Që mos më sprovoj Allahu me padrejtësi nga gjyqtari që nuk ka fare nam të mirë. Gjej një avokat mirë, pastaj flasim për duat, bëjmë sebebe të tjera. Gjej një avokat mirë, i pi hakun për sa i përket anës sebepeve, e para. E dyta, nëse ti je me të vërtetë dhe me të drejtë, edhe gjykatësit s'pas kanë nam të mirë, gjej aty krahun gjykatësit dhe anën përpara atij tjetrit, që do më të morë pronën. Allahu ta lehtësoft. Jemi praktikant, mirë po djali im pin birë jo alkolike, 0% alkool. A është e lejuar sepse unë nuk e kam lejuar, nga që më vjen sikur me qenë haram. Sepse emrin e ka birë. Ka mundësi të më shpjegosh më mirë? Djali në këtë rast ka drejt dhe ti e ke gabim. Përderisa birë është 0-0 do thosë është halal. Për sa i përket emrit nuk ka ndonjë problem, sepse Zoti e ka quajtur pijen e banorëve të xhenetit verë dhe nuk e quajti lëng rrushi. I la Zoti pijes së banorëve të xhenetit të njëjtin emër që ka pija haram në jetën e kësaj bote. Banorët e xhenetit do të pinë
verë dhe pija e ndaluar në islam është verë, e Zoti nuk ja ndroi emrin me që kjo e kësaj bote kur thuhet verë, nuk kuptohet harami. Kështu që mos i boni haram gjonat pse e ka emrin, më duket sikur. Më ka ndodhur një problem tek puna, ku punoj, kam gatruar një kthim parash të një klienti, pa dashur dhe pa ditur nuk i ktheva një shumë prej 3.000 lekësh. Tani 3.000 lekë do të thotë 3 euro, nëse është me të vjetra, po 3.000 lekë është 30 euro, nëse është me të reja, nejse, po 3.000 lekë do të jetë, do të thonë do të jetë 3 euro. Dhe klienti nuk e dalloi dhe iku, nuk vi çfarë bëj në këtë rast se po ndjehem keq. Dhe nëse klienti nuk na vjen më, a mund t'i marr këto para si bakshish, t'i shpërndajmë ne punëtorët siç bëjmë me bakshishin gjithmonë? Haram. S'është bakshish kjo është me lezet. Ne po themi ke gabu, okej, ato 3.000 lekë nuk janë tuajat as bakshish, janë haram. Kështu që shko ke kamerat, shifre kush ka qenë personi, boja i fotot mirë, maja aty ke ajo e kompjuteri, dhe kur ta shofësh, leja aty ke kompjuteri ke gjithë kolegët, ku ta shifni, jepni 3.000 lekshin. Për ndryshe, haram. Ja. Sa ta bëjnë edhe me melodi, mërë vëlla. Po tani, kur I fusin këtë lloj coveri, ky është muhabet tjetër, kurse këtu është shkruajt muhabet tjetër. Domethënë tipik mashtrues apo mashtruesa ordiner. Çfarë thotë këtu? Kur jeni ju në dhomën tuaj, si thotë, aman, shif pash Zotin. Kur jeni ju në dhomën tuaj duke qarë natën, a e dini çfarë bën Allahu? Thot Allahu, me engjëve, kush I bëri robin tim qaj, dhe rob t'i përgjigjen, robi yt nuk pus qeshi, robi yt nuk qeshi. Pastaj engjëjt filluan të qajnë për robin e Allahut, dhe I thanë Allahut, dhe thanë, ju e dini se çfarë ka në gjoksin e tij, prandaj lehtësoja. Pastaj Allahu I tha, ata qajnë për diçka që e kanë dashur dhe e humbën. Dhe më pas Allahu thot, se çdo gjë që ka humbur robi, betohem se do t'u jap diçka më të mirë, se çdo kush në këtë botë, në botën tjetër do të çuditen. Më thonë muhabete tamam TikToku me fjalë, faqja quhet Muslim pik girls 1. Shive ja bimo. Po, Baftiar, shive ja. Duhet të gjatë, sa merë të pi kafe. A pra mo. Kështu që larg këtyne faqeve që mashtrojnë. Kur është robi duke qake dhoma, ke parasysh ti mo? Ajo që ishte arabisht s'kishte lidhje fare. A ishte të majtë ligjrat tjetër, të kujtu xhenetin, xhenemin të qam, qefit vetë. Të tani për ta bërë zamët. E gjithë kjo vetëm për të marrë klikime për Zotin. Subhanallah. Po më pyet njoni, çfarë po thotë ky? A sjell fat me la durt me krip? Sjell shëllir, nuk sjell fat, shëllir, bën durt me shëllir, po fat nuk s'ka lidhje me fatin. Ej Zotin, më dëllam. A bën me I fal 6-7 rekate namaz natë 20 deri në 30 minuta para
sabahut, bon, po. Para se me hy imsaku, jo para se me falë sabahun. Se të mund ta falë sabahun para lindjes diellit. Kisha një pyetje rreth videos së fundit që ti ke postuar rreth borxhit. Dhe the kush merr borxh për të pasuruar. Disa e kanë kuptuar se ai që merr borxh për t'i futur në punë, ato lekët pasurohet. Jo, qëllimi kush merr lek për të pasuruar me kuptimin e bën borxhin si një mjet fitimi, po jo se i merr lekët për t'i futur në punë. S'ka lidhje, fjala ime nuk kupton këtë. Pra, a lejohet unë si musliman të marr lek borxhe, këto lek t'i fus në punë, lejohet, absolutisht s'ka asnjë problemi. Fetarisht s'ka asnjë problemi. Kur themi ne lek për të pasuruar, nuk kupton merr lek nga njerëzit, merr këti, pastaj merr këti, pastaj merr këti, pastaj merr këti, pastaj merr këti, edhe e kalon jetën duke marr borxhe pas sens, pa kuptim. Jo merr një borxh për të ndërtuar një biznes apo punë. Kjo është gjë tjetër fare, dhe kjo që kemi thënë ne është tjetër. Jam një prind i shqetësuar për shkak të trendit që ka dalë me një kukull labubu. Nuk e di sepse thua që këto kanë fatkeqësi, terslik, magji, janë kukullat djajsh. E kam një këtë muhabet këto kohët e fundit. S'ka lidhje kjo punë fare, hiç fare. Ne muslimanët besojmë se e mira dhe e keqja vjen prej Zotit. Jo po mbajnë energji negative, jo po kanë demon muhabete pazaresh. Ma anzal Allahu biha min sultan. S'ka argument për këtë punë. Kukullat lejohen. Përveç se nëse është në një kukull e cila ka, le të themi, simbolistik fetare të një feje që është dallohet, domethënë, si ritual fetare, por kjo çfarë lidhje ka? Jo po se origjina e saj është marrë nga kështu, është marrë nga ashtu, muhabete koti. Kështu që sipas gjykimit islam, gjykimi për këto kukulla është se nuk ka asnjë problemi. Për fëmijët lejohen. Çfarë të bëj kur e blejnë të mëdhenj? Po për fëmijët, për kalamajt, s'ka asnjë problemi. Megjithëse unë si Ahmed nuk do ta sugjeroja. Nuk do ta sugjeroja vetëm se dy arsye. Njëherë ka shku shumë shtrenjt. E para, ka shku shumë shtrenjt. Dhe e dyta nuk ishte gjë e bukur e burr. Gjë më e pështirë më nuk ishte. Dhamë deri ke veshët. Ke pati? Dhe më njeriu deri tek vesh, po nejse, punë për kalamajt, po që me e ble 18, normalisht që s'bën. Për 18 nuk bën. Unë falem në telefon sepse jam fillestar dhe duke i parë mos u streso, stresi zero. Ja dhe çudia e radhës. Çfarë thot çudia e radhës? Ky është varri i profetit Adem. Ademi sikur më qenë shok klase, as alayhis salam mbrapa se gjë, thotë që e ka pas shok klase. Hera e parë që e sheh thot, dërgojeni personave, 3 personave, pëlqejeni dhe shkruani. O Allah. Domethënë sharlatanizëm me ngjyrim fetar, dreqni me ngjyrë fetare. E para nuk ka argument që ky është varri i Ademit alayhis salam, nuk ka argument që ky të jetë varri i Ademit alayhis salam. Pastaj dërgojeni 3 vetave, filloi ajo besotnia, shkrui dhe Allah, edhe pastaj vëlla hap thesët. Që larg këtyre njerëzve. Si ka emrin faqja? Faqja e ka emrin Besoje viz poshtë Zotin viz. Edhe që e ka me Kur'an këtu poshtë, me akli, suratu Talak.
Në më thonë, kur të hapësh ti foton në gjysh dhe Kur'an, edhe sot. Desha të pyes për emrin Sokol dhe Drin. Lejohen të dy, Sokol lejohet dhe Drin lejohet. A ka ndonjë dua për harres, se kemi parë diku në TikTok që dikush thoshte ka ajete që po t'i lexosh nuk harron. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dëgjova një teolog në televizor që thoshte la bubuja nuk është kukull, por është demon. Aman, jo çdo kush që del në televizor që i thot vetes hoxh apo teolog apo është i tillë e para, dhe ne flasim për hoxhallarët. Jo çdo kush që është teolog do thotë se është teolog islam. Ne po flasim, ne muslimanët nuk e konsiderojmë këtë gjë demonizëm. A bën me fal namaz sabaut një gjysmë ore para se të lindë dielli. Pra jo në fillim kohës, po në fund. Bën, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Gabimet që i kemi bërë në të kaluarin, nëse na fal Zoti për ato gabime në atë dynja, që kemi me dhënë llogari, a kemi përdorur llogari për atë gabim nëse na ka fal Zoti? Nëse Zoti ta fal diçka, ta fal, mbaroi historia. Se Zoti ta fal, nuk ka pse ta marrë mendja ti pra shejtani, mundohet që njëun ta fusin në vezvese, në menime, t'ja vështirësoj situatën, duke sikur pendohu edhe jeta vazhdon. Ka vdekur Miki, vllavi i gruas, pra i ka vdek Kunati. Dhe para se të vdes kam pasur rroba, si për shembull maicën e tij, Puma, dhe çantën e tij të kam pasur. Dhe shokët e tim kanë thënë se gjëja që unë ja kam ngelur vdekjen, por unë s'kam pasur mendim të keq për të. Si ja kam ngelur vdekjen? Ç'është kjo? Ë? Larg budallajve vëlla, vazhdo jeta, mos e vrit me një që jenë rregull. Atë Zoti më shiroft, rrobat që ke ktheja familjes, nëse familja thot maj ti, maj, i gëzofsh, ati i shkon sevapi. Stresi zero. Po e presim djalë me emrin e Zotit, desha të vej emrin Ensar, mashallah. Bile është një hoxh nga Shkodra që ka emrin Ensar. Medina Travës. Pyes se s'kam falur drekën se kisha punë, a mund ta fal të zyra që mos kaloj koha? Mirë, po aty në zyrë ka dhe figura. Fale namazin o burr, mos e vrit me fal namazin. Sala, fale namazin. E rëndësishme s'duhet dalë namazin nga koha. Pata një debat me shokut se kur njët martesa dhe të lejohet që të bësh marrëdhënie bashkëshortore me gruan, me celebrim apo me nikah. Po mirë, nëse vonohet celebrimi, për shembull, keni bërë nikahun dhe vonohet celebrimi. Çfarë duhet me bë? Për shembull. Ose boni celebrimin, pas keni bërë nikahun. Shkut ju të dy në bashki, marrut punët. Po nikahun nuk e keni bërë. Kështu që quhet halal një vajzë për një mashkull, atëherë kur ajo është dakord, ai është dakord, prindi i saj është dakord, kur ka njerëz që dëshmojnë këtë dakordsi dhe përmendet një dhuratë. Dhurata nuk është kusht që për të qenë saktë, po nëse përmendet është më e mira që mos ketë debate më vonë. Me nikah pastaj, me celebrim, me hoxh, pa hoxh, s'ka lidhje më. Nëse bëhet kështu, është në rregull. Djali, dakord, vajza, dakord, babai i vajzës, dakord, dy dëshmitarë që dëshmojnë këtë dakordsi,
po u përmend dhe diçka si dhuratë mirë, po nuk u përmend e rregulloj më mrapa, stresi zero. U mor certifikatën i kaut, shkoj me i bot celebrimi, quhet halal. Emri e Sila është okay. Në mëngjes tot, pasi të ngrihet dielli në shtiz, 35-40 minuta nuk lejohet në drek, dhe kur tjetë dielli pingul, nuk lejohet. Namazi. Pra nuk lejohet thot me fal namaz kur dielli është në shtiz. Domethënë me kuptimin kur dielli është 35-40 minuta, dhe kur dielli është në kohën e drekës, pingul. Sa kisha pa ngju fjalën pingul. Kisha shumë kohë pa ngju fjalën pingul. Dhe nuk lejohet dhe në perëndim të diellit. E saktë është kjo. Kjo është e saktë, që nga lindja e diellit derisa të ngrihet dielli, pra sa është kjo koha varet sipas vendit ku jetojnë. 25 minuta, 25 minuta. Dhe në kohën e drekës, pra disa minuta para ezanit drekës, dhe në kohën kur po perëndon dielli. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të falet namaz kur është duke lind dielli, në kohën kur dielli është në zenit, pingul, siç ka thonë ky vllai ose motra, në kohën kur po perëndon dielli. Sepse thot kur shkuam në xhami dhe falëm 2 rekat, ishte xhuma, ai hoxha tha që mos u falni se nuk lejohet. Por xhuma nuk e përfshin ligji. Një, ku tjetër nuk e përfshin ligji përveç xhumas. Në Qabe, kur bëhet 2 rekat që tawafit. Në 2 raste nuk vlen ky ligj. Kur njeriu është për xhuma dhe kur është duke bërë 2 rekatëshe në tawafit. Pse? Sepse xhumaja nuk e ka kohën si koha e drekës. Argumenti, kemi falë thot një ditë xhuman, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe muret nuk kishin hije. Fjala e sahabiut, muret nuk kishin hije. Çfarë do thot? Dielli ku ishte? Dielli ishte në zenit, në pingul, do thotë që e kanë falë para kohës, drekës, flas. Pyetje me foto. Thot, kjo lloj rrobe kështu pra, shif si e ka pantallonat ky, shif e kupën e gjunit si e ka. A mund falet njeriu kështu? Jo, nuk mund falet. Namazi është gjëja më e rëndësishme që muslimani ka në jetë. Dhe që të jetë i saktë namazi, duhet të mbulohet trupi. Për mashkullin, minimalisht nga kërthiza deri në gjuhë. Dhe kur themi deri në gjuhë, duke e përfshirë kupën e gjurit. A lejohet më falë namaz me 3 çarekshe? Me 3 çarekshe po. Por me këtë foton këtu jo. Si shpjegohet që nuk bëj dot punë shtëpie, më janë prerë krahët fare. Marr të bëj një punë dhe nuk e mbaroj dot, nuk rrit dot në shtëpinë time. Dua vetëm të dal nga shtëpia. Shkoknohu herë çfarë them unë shkreti. Shkoknohu herë të vish në terezi. A është e detyrueshme që ditën e Ashurës ta pasoj me agjërim një ditë tjetër, apo ta agjërojmë ditën përpara? E rëndësishme është që ta agjërojmë Ashurën një herë, që është dita e 10 e muajit Muharram. Më e mira do të ishte të shoqërohet me një ditë përpara. Po kush na ka arrin ta agjërojmë një ditë përpara Ashurën, le ta agjërojmë një ditë pas. Për veten time unë gjithmonë jam i vendimit që Ashuraja është mirë të shoqërohet me një ditë përpara dhe me një ditë pas. Me një ditë përpara që mos më përngjasu me ebrejt, siç e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po të jetoja edhe vitin tjetër agjëroja ditë përpara. Dhe një ditë mrapa që mos më përngjasu me këta që dynden në Ashura e festojnë duke hëngur Ashura, që mos përngjasu pra as me ata, as me këta, ne kemi
fenë që në ka dhënë Zoti i gjithësisë. Jam një motër besimtare, a lejohet që shkoj në kishë me një grua e cila është katolike dhe ajo mua më ka ndihmuar në shumë situata. Lejohet, nuk ka asnjë problemi, nëse shkon në një kohë kur nuk ka adhurime. Nëse shkon në një kohë kur nuk ka adhurime, apo kur nuk përfshihesh në adhurimet që ata bëjnë. Shkon për ta parë për kuriozitet, s'ka asnjë lloj problemi. A zihet namazi i xumas kur unë vrapoj deri te xhamia? A e kapet paktën, mirë që ke vrapu, po a e ke kap? Zihet, a zihet me kuptimin a më quhet, a vlen? Inshallah zihet, pa te kap zihet. A lejohet hatmen e kryer të adhurosh burrit apo një personi tjetër sepse ata nuk din të lexojnë? Jo, nuk ka kështu transferim sevapësh, nuk ka. Kush do me lexu Kur'an, le të lexoj vetë. Përveç se nëse është bërë për rahmet, burri, inshallah. Një komshi është një burr që bën dhunë fizike dhe psikologjike, nuk lejojnë as fëmijën 10 vjeç, as gruan të flasi, me për gruaja e fshehur që më ka treguar mua se çfarë po i bën ai. Dhe më tha pyet ndonjë hoxh. Çfarë të bëj hoxha? Denoncoje, thuj ta incizoj burrin, të japi komshies incizimin, ta denoncoj në polici. Shkoja 3-4 vjet atje. Pastroj dyshemet në burg. Këta njerëz zgjidhja më e mirë është të denoncohen. Vetëm burgu i bën njerëz këtë lloj kategorie krijesash. Fala Yacin dhe pastaj nuk mbaja mend a e kisha abdesin apo jo. Përderisa ka mbaru puna, ka mbaru adhurimi, je okay. Përveç se nëse sigurohesh që e ke prish abdesin dhe nuk kujtohesh ke marr apo jo, kjo është gjë tjetër. Përndryshe kjo është vezvese, pra është fiksim koti. Kam një shqetësim shumë të madh sot në mëngjes, pam që na kishte një lakuriç natën në shtëpi. Edhe nxirreni jashtë lakuriçin natës ose lejeni të ri aty. Çfarë lidhje ka e punë? Stresi zero. A është haram me shku në plazh një vajzë mbuluar? Dua një përgjigje nga ti. Por nga unë, me që pa lexoj, unë do ta jap. Nëse kjo vajzë mbuluar shkon në një plazh ku s'ka përzierje, ku s'ka haram, lejohet, ose problem s'ka. Fetarisht. Nuk e lejohet shkojnë në plazhe ku janë përzira meshkujt me femrat, u rrinë bashkë gjithë dhe kjo mbuluar rrinë aty. Kjo s'lejohet në Islam. E dua një djalë, po edhe familja ime e duan atë. Mirë, po ai për momentin është me një tjetër. Nuk ka bërë fejes, po thjesht rrin me të. Ç'a të bëja, kemi në zgjidhje? A mund të bëjë ndonjë magji që ta kthej për vete? O Zot, ç'a njerëzish ka kjo botë. Unë e du, thot, po edhe familja ime e don atë çunin. Mirë, po ajo është me një tjetër. A lejo t'i bëjmë kupton ti më fjalë ku shkon dreqënia njerëzore, idiotliku njerëzor. Ai është i lidh me një femër. Ka jetën e vet, ka planet e veta të jetës. Mirë, po ja, pas ka ra kjo, edhe familja e kësaj ndashni me këtë çunin. Jo vetëm kjo. Pa e dashka dhe familja e kësaj këtë çunin. Juve mba Allah si po të thënë, po s'ka kush ju arreston për Zotin, nuk ka kush ju arreston. E lamda që nuk kam emra këtu në kështu se i kisha arrestu të gjithë për Zotin, kisha qumë burë. A ditë është do të thot fjala magjia për jo?
Magji do më thonë me dalë ti prej feje, me dalë familja jote prej feje, se magjistari ka dalë që ka dalë prej feje. Të se janë njerëz o vëlla, për Zotin. Një hoxh ka thënë që kur shihesh në një pasqyrë të thyrë nuk të ecën mbar dhe nuk ke fat në jetë. Po çfarë hoxhë vëlla? Kush tha që është hoxhë herë? Po pse çdo kush që flet është hoxhë? Ky duhet arrestu, ky duhet shumë burg. 6 muaj e kisha thonë kështu. Direkt. Qa thu vëlla, për Zotin e madh, edhe e kisha vu detyrë që të falte 100 rekate natë për natë. 6 muaj burg edhe 100 rekate natë për natë. Ka marrë të Shqipëri nga emigrimit dhe duhet të di nëse është mirë t'i marrë fëmijët e vegjël 1 deri në 5 vjeç në Vareza, shkoj tek varret e prindërve. Mirë, jo, po lejohet, po mirë, s'mu thosh mirë, se kur thu mirë se vap. Lejohet, se do me një marrë meri. Po s'ka lidhje është e preferuar apo jo, s'ka lidhje në preferencë. Do të bëj një pyetje, a lejohet të bëjmë dua shqip kur jemi të ulur në gjunjë para në sejdë? Ka për qëllim kur jemi në ruku ndoshta. Tani nuk është vend duaje përveç aty në lutjeve që janë transmetuar. Nuk është vend në rukuja, nuk është vend as Kur'ani, as duaje. Përveç asaj që është transmetuar. Kam dëgjuar që është lejuar që gruaja të bëjë operacion në barkun për ta bërë më të bukur, sidomos pas lindjeve, heqja e dhjamit e tjerë. S'ka problem, mirë në rregull, lejohet fetarisht, nuk ka asnjë problemi që femra të jetë më e paraqitshme për burrin e saj, sidomos mbas lindjeve që është normale që të ketë kështu siç është përmend pyetje, kështu që nuk ka problem, lejohet fetarisht. Kam dëgjuar nga gjysha që ditën kur vdes një njeri, sidomos grua e moshuar, duhet 2 gishtat e mëdhenj t'ia lyejë me maniqyr, sepse ka qenë e martuar, pra që të kuptohet kur ti ikin në atë botë se ka qenë e martuar. Ke hasa e ngatrojnë gjyshen, e fusin ke beqares. Në atë botë nuk ndahen, nuk ka ndarje, e martuarit këtej, e beqarët këtej, të martuarit këtej, e beqarët nuk ka ndarje në atë botë, stresit zero. Gishtat me maniqyr, e i Zotin më të alhamdulillah. A është e vërtet që kur shkon te krushku ditën A është e vërtet që kur shkon te krushku ditën e hënë, hahesh me mikun? Se s'po e kapsha për Zotin. A është e vërtet që kur shkon te krushku pra miku ditën e hënë, hahesh me mikun? Po nga higjieni më pash Zotin, nga higjieni, alhamdulillah. Dhe kur i dërgon Ise mishi me vete, prap do hahesh. Se mishi hahet, do hahesh. Mos i besoni këto gjëra pash Zotin, amon. Mos i besoni këto gjëra se janë çudi e madhe. Ja kam nxon burrit bisedat në telefon me femrat e tjera, si më ka tradhtu, pra që më ka tradhtuar. I kam të 2 vajza, çfarë të bëj? Bëj sabër që atë temun. Mbledh familjen tate, prindrit e tu, prindrit e burrit, vëllezërit e tu. Edhe që do më thonë, kjo punë duhet marri shumë pesh, duhet të ngrihen familjet në këmbë, trajtohet kjo temë, e inshallah të mbyllet një herë për gjithmonë, në mënyrë që mos të përsëritet më,
edhe ky Don Juani të pendohet e mos bëjmë më budalligje. Jam një motër besimtare dhe sot para dreke më kanë plasur ujrat, më kanë ardhur dhimbjet e lindjes dhe më kanë shtruar në spital. Sabahun arrita ta fal në shtëpinë në mëngjes. Namazet e tjera si do t'ja bëj? Fali aty ku je, në shtrat. Merr teje mom aty, bjeri diçkaja aty, bataninjes ose murit, fërko ftyrën, fërko durët edhe falu ashtu shtrin, s'ka problem. Qofse s'ke mundësi pra të bësh lëvizje. Jemi në Itali tek motra, kemi ardhur për një muaj për pushim. A mund të kemi statusin e udhëtarit për sa i përket namaz, po mund të keni statusin e udhëtarit për një muaj pushime. Sa po më shtruan në spital dhe kam vigon të krahun, si bëhet për abdesin sepse ajo është me ngjitse, s'ka problem. Nuk ka asnjë problemi, merr abdes tek pjesa tjetër, ajo pjesa nuk ka problem. Kam dëgjuar një hoxh popullor në Has, po edhe hoxh edhe popullor, dhe kemi mjek popullor, hoxh popullor. Pasan bë kështu, pasan bë me hatër. Emri i tij ishte B.M. Kur u futa në Facebook e pash ishte dhe si tip dervishi. Larg. Në Has keni hoxh Sadikun, muftiu në Hasit. Muftiu i Hasit është mashallah, Zoti e rujt. Kështu që shkoni ke muftiu edhe larg B.M. Larg. Shko ke muftiu për çdo hall që ke, se me shpresë e Zotit ka përdhon orientimin e duhur, pasi është njeriu i duhur edhe kompetent në të gjitha kuptimet e fjalës. Edhe i pyetje tjetër thot, a mund shkoj te ky B.M-ja që ti bëj disa pyetje? Jo, më mos shko, nuk lejohet të shkosh fare. Hiç. Por ke pyetje boja hoxh Sadiku Kperajt. Kam qenë tek hoxh Ernesti në Ryshek. Ka Ernest në Ryshek? Ernest nuk ka. Ka Enes. Enes Mata. Allah e rujt, Habibi jon është Enesi, po. Mirë po ai hoxha thotë Ernesti, pra Enesi, i ka thënë mjalt dhe vajt knum. Ka thonë me vajt lyhem, mjaltin të haj dhe të gjyj suret. Mirë po kam pas disa siklete në trup, putje dhe dhimbje kokë dhe marrë mensh. A i më tha, kur e pyeta që janë shenja mësyshi dhe magjie. Po pyetja ku është? Bëj çfarë thot hoxha Enesi, se hoxha Enesi është mashallah, është Habib, edhe është i fushës. Kështu që këto pyetje ta ka thonë ai përgjigjen, më tha thotë se po pyet mu, apo me shemra rruga, po e pyet edhe herë hoxhën. Si jemi me kohën? Kemi kohë. Me vdiq babait unë nga mërzitja preva flokët. Ai ka një muaj që ka vdek dhe kur i thash një shoqës time që preva flokët, ajo më bërtiti dhe më tha që është shumë gjuna të presësh flokët kur je në zi. Që shoqja jote që e ka kokë, na jepi çik numrin e telefonit, që kur kemi ne pyetje për Islamin të pyesim këtë shoqën tate, se që e ka shumë e ditur. Shqyr që kemi në mesin ton shoqë si kjo shoqja jote, që t'japin fetva hazir fetva, fast fetva. Po nëse martohen dy vëllezër binjak në të njëjtën ditë, a do të thotë se nuk do të ecin më në jetë? O Zot, sa sabër duhet me pas me këta njerëz. Po çfarë lidhje ka më ju fal Zotit? Po le të martohen me lejni banjakët. Lejni binjakët me të martohen me ditë për ditë të dy me gëzim i madh dhe kënaqësia madhe. Lejni vëlla njerëzit të kënaqen më vëlla. Ja po ecën marrë, apo su ecën marrë, apo ecën tërsi, apo i gërë, se na çmen atë burr për Zotin.
Tamam si që ka thonë me ta bo morrin me diabet. Kur shkojmë në det dhe futemi në det, ana quhet si kur kemi marrë abdes, nëse fosim ujë në gojë dhe në hund dhe zhytemi me njetën e abdesit, jemi në rregull. Nëse njëri ka dal nga feja, ka mundësi të rikthehet prapë në islam? Po. Si pendohet, thot shahadetin. Pendohet, pra. Pendohet dhe thot shahadetin. La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, edhe është në rregull çdo gjë. A prishet gusli farz nëse gabimisht pa dashje flasim ndonjë fjalë gjatë guslit? Jo, nuk prishet, kur tha që prishet, s'ka lidhje fare. A mund të masharosh publikisht një pyetje? Hajde, publikisht, bismillah. Jetoj në Francë prej kohësh dhe kam dëgjuar kohët e fundit njerëz të quajtur imam, të cilët japin fetva dhe thonë se dënimi i varrit nuk përmendet askund në Kur'an. Dhe se dënimi vjen mbas ditën e gjykimit. Këta imam duhet me i çu në shkollë shkretit, ç'a të bësh? I pati ato imamët që kishin bën në Francë? Kishin takuar të Shafiri? Tu i thur elozh atij Shafiri, që ka duart me gjak muslimanësh? Kështu që jo çdo kush që i thot vetes imam është imam. Jo çdo kush që i thot vetes hoxh është hoxh. Por imamllikun njeriu e fiton në bazë të disa kritereve. Dhe hoxhlikun njeriu e fiton në bazë të disa kritereve, se ashtu është kollaj. Çdo njeri thot vetes hoxh, çdo njeri thot vetes imam, si puna këtij. Si puna këtij trongullit ose kastravecit, që thot s'ka jetë varri se s'përmendet në Kur'an. Po ky ta kishte lexuar një herë Kur'anin, një herë, do ta kishte gjetë hëmër xhafi kret ku është ajeti. Ajeti i dënimit të varrit ku është? Ka thot xhafi kreti. Ajeti është, thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Çdo ditë në mëngjes dhe në darkë dënohen me zjarr. Dhe kur të vi dita e kiametit, do ta fus Firaunin dhe parin dhe si më thonë ato eskortën e tij në dënimin më të rënd të zjarrit të xhehenemit. Kjo një, pastaj ka hadithe sa të dush për jetën e varrit. Kam disa ditë që më kanë dalë shumë pushra në trup, si alergji. I kam bërë mjekimet në spital dhe nuk më kanë dhënë përmirësim. Po mirë, ma avash. Inshallah ta japin më vonë. Vinë ato pastaj duke përjashtuar. Bëjnë këtë, dha efekt jo. Bëjnë këtë, derisa t'ia gjejnë inshallah zgjidhjen. Pra s'duhet ta çojmë mendin direkt, mos kam mësysh me që kur bëra ilaçet, ndoshta s'ta kanë gjetë akoma atë problemin, kështu që stresi zero. Avash. Dua të bëj një analizë mjekur për këmbët dhe më duhet ta mbaj këmbën pa lagur për 48 orë. Si t'ja bëj për abdesin? Merr abdes mëngjes sot, mundohu ta mbajsh për shembull deri gjithë ditën në darkët dhe ajo quhet 1. Pastaj ke kohë dhe 24 orë tjera. Po prapë s'plotësohet. Se thonë 48 orë. E rëndësishme, mos e vrit mendjen, në këtë rast e ke për arsye mjekësore dhe ka tolerancë. Ipi mes mbi çorape derisa të plotësosh orarin, nëse nuk gjen ai zgjidhje kështu, ai zgjidhje të zgjut, siç desha të bëj unë tani si zgjut. Punata ime bën disa gjeste të pahishme me burrin tim dhe kjo po më shqetëson shumë. Allahu lesof, kjo mund të jetë dhe fiksim, ha? Kjo mund të jetë dhe fiksim.
i duket sikur bën gjeste me burrin, ndërkohë që ajo mund të jetë naive për shembull, mund të sillet pa të keq. E rëndësishme, mirë është që me fol me të, me i kërkuj kafe, o motor, me pas kujdes se ka fëmijë gjona, nuk duhet. Me fol me të, s'ka problem. Me fol me të, se ndoshta s'ka lidhje fare, po mund të jetë fiksimi jot. Cili është gjykimi për këtë? Prap Hasi, vazhdon sot e pasim me Hasin në histori. Qa thot këtu? Është një varr tyrbe dhe thot paqim, pra me kuptimin paqim, ndihmën tënde o shes Sinani ky, dhe të madhit Zot. Pashtrik, pra veni që kanë pashtrik. Pashtriku i Hasit është? E rëndësishme. Cili është gjykimi, thot, shirk i dhujtarie e pastër. E pastër fare, po edhe shumë e rënd. E fillon me të vdekurin, edhe Zoti si kusur, edhe të Zotit. Po ti ti të më animojsh, edhe Zoti, e valla, pa erdhi dhe Zoti me ty mirë. Paqim ndihmën tate, dhe të madhit Zot. Ti na bësh marr, po edhe Zoti, pra i dhujtari shumë shirk nga ato shirqet e ulta shumë. Se të kishe thonë për shembull, paqim ndihmën e të madhit Zot, dhe tandën shirk i dhujtari, po të paktën ka i qik fisnikri mrena, e nis me Zotin dhe me këtë kufomën. Shirk është edhe kjo, në xhenem çon, po them, ka i qik makjazh, ka i qik. Kjo është e rëndë shumë. Edhe qafirat e Mekës nuk folshin në këtë gjuhë. E fundit fare, për ta mbylla, ka vajt kohë. Okay. Denoncim me figura, që thot faqja dynja me 2A vizë poshtë kalimtare. Thuti që kjo faqja mo vetëm perla. Që thot perla? Pse është ndaluar, thot, ari për burrat? Ajde, bismillah. Që do të në thot, kjo faqja Gjevahiri vetëm për burrat është gruaja. E fort fare. Kjo që e ka perl. E që e ka perla. Për shumë të kishe thonë se stolia e vetëm për meshkujt është nëna e tyre. Për shë hajtë më, o këpërësysh? Thot dhe që hajtë më, këpërësysh? Gjasë më. A ju boni qefë, vla, se s'ka kush ju arreston, s'ka kush ju fut në burg. Pasha Allahun, të kisha gjënë dorë, jo vetëm që jam mjëllë shafaqen, po që e kisha arrestu jeja 3-4 vjetë të Zotin, pronarin e kësaj faqe e kisha arrestu për Zotin. Po pse më vla, pse duhet shpikim gjona për të bëjë interesantin, edhe për të rejgjë vëmendje, katë. Unë thashë po thot, se si pas një zbulimi shkencor, ari, kur vendoset tek trupi i mashkullit, ose kur e përdor mashë oksidon, oksidimi, helmimi, maselmi, ajtë mod, pa bravo, që ka e pas ka gjetë, më vëllai, alhamdulillah, si e pas ka gjetë? Ja, për të dipse në lohet, vetëm një zbukurim ka burri njetë, është gruaja e tij. Po mirë, grus që i lejohet me vuarin, nuk është stolia e femrës dhe bukuria e saj, burri i saj? Kështë që largë budalejve.
Vetëm nëse e ka thonë në kuptimin filozofik, që është të thonë fiziologjik, vetëm se e ka thonë në kuptimin filozofik, në kuptimin kështu ekstalik, në kuptimin figurativ, në kuptimin metaforik, frazologjik, e ku dëgjonet je me kuptu me fjalë që çfarë Florini, po e ke Florinin në shtëpi, çfarë Florini do më mu. Nëse është në këtë kuptim, e tërheq fjalën time, s'ka burg, hajr inshallah. Nëse ke thonë në kuptim, në këtë kuptim e ke halal. Ta mbyllim me pyetje prit një sekondë se çka është problem. Kemi një hall, tani ngjoni hall shqiptarësh, hall tipik shqiptarësh autokton. 5000 vjeçar në rrënjë. Hajde, ta ngjojmë. Kemi një hall, vllau, pra vllai, është dashuar te një vajzë, është dashuar me një vajzë, bosnjake. Mirë, po familja nuk është në dakord. Bosnjakët do ne jemi shqiptarë, ne jemi arjan, racë pastër. Për shkak të traditave dhe largësisë, a hyn gjuna prindrit që duan me nda, nëna ime lutet çdo namaz dhe çdo ditë që të ndahen. Po hyn gjuna. Hyn gjuna se s'ka arsye valla. Lejnë valla njerëzit martohen apo rridhau. Çfarë keni valla? Ja po është këtu, ja po është ashtu. A është besimtare, po, maro historia. Jo, po se janë tjetë se ne. S'kan traditat tonë, a mësojmë traditat tona. Ato na mësojnë vetat, ne shtohet dia. Shtohet dituria, mësojmë gjona të reja, ato mësojnë për nesh, ne mësojmë për tyne. E fundit fare se kjo e kam përcjell këtë pyetje për një fjalë. Gjë që thotë. Esselamu alaikum Hoxha Ahmet Kalaja. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. A bon mi varros, a bon me e varros. Është gjuhë e jugut kjo. A bon mi varros metin kur bjen shi. Mejt i thonë të vdekurit. Arabisht. Edhe zona e Çamëris i thonë, dhe zona e jugut i thonë mejt. Ka bërë përshtypje një herë, edhe me këtë du ta mbyll, ishte një gazetar, më duket i radio televizion shqiptar, bëhet fjalë, besoj para 20 vitesh, më vjen këtu ke xhamia, më kërkon një kafe. Edhe po bëjshim mohabet për fenë kështu. Ore tha, është gjetur një pllak varri, mia vjeçare tha, nuk po e din, tha, u ka dalë një fjalë aty tha kur kanë bërë ato shkronjat, ju ka dalë tha fjala mejt. Po s'po e din, tha, si qa ka shu ka, tha. Ne ishim të bo muhabet tjetër, po doli muhabeti. Ta shta japun përgjigjen. Pa më thamu, ta shmejt do të thot i vdekur. Qa gjuhën, thamu, i ta shun arabisht. Mejt. Lejohet me varros mejtin, pra të vdekurin, kur është të kërën shi, nuk ka problem. Po, sot e letë soft. Qa të bësh? Shiu nuk e në lënë dot, vdekurin nuk e lënë dot jashtë. Kështu që do të keni pak siklet të shiu dhe të baltës, po, do të kalohë, inshallah, se vapi dhe shërblimi është i madh. Mirë, mjaftohemi me kaq, inshallah, Zoti na falë dhe na mëshiroft. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Zoti ju nderoft.